Remzi Hoxha ishte lindur në Kosovë dhe jetonte prej vitesh në Tiranë, ku kishte ndërtuar një aktivitet biznesi të qëndrueshëm. Por profili i tij nuk kufizohej te biznesi. Në fillim të viteve 90, ai ishte pjesë e atij brezi shqiptarësh që e kishin përjetuar drejt për drejt represionin serb në Kosovë dhe që e konsideronin ndihmën për rezistencën jo si zgjedhje politike, por si detyrim kombëtar. Në atë kohë, shumë nga figurat që më vonë do të bëheshin publike si mbështetës të luftës Kosovës, Remzi Hoxha ishte një prej tyre. Që nga viti 1993-1994, sipas dëshmive të familjarëve dhe personave që kanë folur në media pas zhdukjes së tij, Remzi Hoxha ishte i përfshirë në ndihmë konkrete për strukturat e para të ushtria çlirimtare e Kosovës. Kjo ndihmë nuk kishte karakter simbolik, bëi fjalë për mbledhje fondesh, transport parash kesh, sigurim dokumentesh udhëtimi, strehim personash që vinin nga Kosova dhe ndërmjetësim kontaktesh mes grupeve të rezistencës. Në një kohë kur UÇK-ja konsideroi ende organizate pa njohur dhe shpesh jej me dyshim edhe nga qarqe politike shqiptare, ky aktivitet ishte i rrezikshëm në çdo aspekt. Në vitet 1994-1995, shteti shqiptar kishte një qëndrim të dyfisht ndaj Kosovës. Publikisht shprehej solidaritet, por praktikisht kërkohej kontroll absolut mbi çdo kanal ndihme. Frika kryesore ishte se veprimet të pakontrolluara mund të implikonin Shqipërinë në një konflikt të hapur me Serbinë, pa mbështetje ndërkombëtare. Për këtë arsye, strukturat e sigurisë monitoronin nga afër çdo individ që vepronte jashtë skemave zyrtare. Remzi Hoxha ishte pikërisht një nga ata që nuk i nënshtroheshin këtij kontrolli. Sipas dëshmive të bëra publike më vonë nga familja, Remzi Hoxha jo vetëm ndihmonte UÇK-n, por kishte dijeni për emra konkret, rrugë financimi, lidhje politike dhe takime të ndjeshme që zhvilloheshin në Tiranë dhe jashtë saj. Ai dinte kush ndihmonte realisht Kosovën dhe kush vetëm fliste publikisht. Këto informacione e bënin atë një njeri të rrezikshëm për shumë interesa. Më 21 tetor 1995, Remzi Hoxha u mor nga persona me rroba civile nga ambientet e punës së tij në Tiranë. Dëshmitar kanë deklaruar se ai u hip në një automjet pa targa zyrtare. Familjes ju komunikua fillimisht se ishte ndaluar për verifikim. Nuk pati urdhër arresti, nuk pati proces verbal, nuk pati njoftim nga prokuroria. Ky detaj është thelbësor, sepse e dallon këtë rast nga çdo ndalim ligjor. Pas këtij momenti, Remzi Hoxha nuk u pa më kurrë. Ditët kaluan, afati supozuar i verifikimit përfundoi, por askush nuk jepte përgjigje. Institucionet mohonin përgjegjësinë direkte, ndërsa familja përplasej nga një zyrë në tjetrën. Më vonë, nga hetime dhe dëshmi të mbledhura ndër vite, u krijua bindja se rrëmbimi ishte kryer nga strukturat të shërbimit informativ të kohës. Sipas raporteve të organizatave ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit dhe dëshmive të ish-zyrtarëve të drejtësisë, Remzi Hoxha dyshohet se u torturua gjatë ndalimit dhe se vdiq si pasojë e dhunës. Trupi i tij nuk u gjet kurrë. Kjo mungesë trupi e kualifikon rastin si zhdukje të detyruar, një krim i rënd sipas të drejtës ndërkombëtare. Pas zhdukjes së tij, nisi një proces diskreditimi. U hodhën akuza se Remzi Hoxha kishte lidhje me atentatin ndaj presidentit Maqedonas Kiro Gligorov. Këto akuza nuk u provuan kurrë, por shërbyen për të ndërtuar një narrativ që e paraqiste atë si person të rrezikshëm dhe për të justifikuar ndalimin e tij. Familja ka deklaruar vazhdimisht se këto akuza ishin të fabrikuara dhe se qëllimi ishte të largohej vëmendja nga roli i tij real në ndihmën për UÇK-n. Në vitet që pasuan, disa ish pjesëtar të shërbimit informativ u dënuan për përfshirje në rrëmbimin dhe zhdukjen e tij, por asnjëherë nuk u zbardh zinxhiri i plotë i urdhrit. Përgjegjësia politike nuk u pranua kurrë. Arkivat mbetën pjesërisht të mbyllura dhe shumë dokumente nuk ju vun kurrë në dispozicion familjes. Rasti i Remzi Hoxhës lidhet drejt për drejt me historinë e hershme të UÇK-s. Ai tregon se mbështetja për Kosovën nuk u ndëshkua vetëm nga armiku serb, por edhe nga frika dhe interesat brenda shtetit shqiptar. Remzi Hoxha ishte një njeri që veproi para kohe, kur ndihma për UÇK-n nuk ishte ende e pranueshme politikisht. Pikërisht për këtë arsye, ju pasi problem. Sot, shumë kush e konsideron Remzi Hoxhën
një nga viktimat e para të padukshme të luftës së Kosovës, një njeri që ndihmoi në heshtrje, që dinte shumë dhe që u zhduk për këtë arsye. Historia e tij mbetet e hapur, jo sepse mungojnë indicjet, por sepse mungon vullneti për ta thënë të vërtetën deri në fund.